George Soros, filantropi dhe miliarderi 95 vjeçar, mbetet një nga figurat më polarizuese të politikës dhe ekonomisë globale, i parë nga mbështetësit si një kampion i shoqërisë së hapur dhe nga kritikët si një ndërhyrës që minon sovranitetin kombëtar. Në vitin 2017, përpara zgjedhjeve parlamentare në Hungari, imazhi i tij u kthye në qendër të një fushate të egër politike nga partia Fidesz e Viktor Orbanit, ku posterat me fytyrën e tij u vendosën në dyshemet e tramvajeve dhe në billboarde gjigande në mbar Budapest. Kritikët e konsideruan atë fushat si një reagim legjitim sovranist kundër planeve të Sorosit për të promovuar imigracionin e paligjshëm, ndërsa mbështetësit si një shfaqje të pastër antisemite që riciklon tropet naziste për të fituar vota. Po ashtu, në Shtetet e Bashkuara, Donald Trump dhe lider të tjerë konservator e kanë akuzuar atë për financimin e protestave radikale dhe nxitjen e dhunës politike. Për kritikët, fondacionet për shoqëri të hapur përfaqëson një rrjet ndikimi ideologjik, ndërsa për mbrojtësit ai thjesht shërben si një kok turku universale për lëvizjet populiste. I lindur në Budapest, Soros i mbijetoi Holokaustit duke përdorur dokumente të falsifikuara të krishtera përpara se të arratisej nga Hungaria komuniste në vitin 1947 për të studiuar në London School of Economics nën filozofin Karl Popper. Ky formësim intelektual është baza e ndarjes së madhe. Mbështetësit tonë se besimi i tij tek shoqëria e hapur punon nga dëshira për të parandaluar totalitarizmin, ndërsa kritikët argumentojnë se kjo ideologji përdoret për të sulmuar vlerat tradicionale dhe shtetet kombëtare. Në fushën e financave, pasi emigroi në SBA në vitin 1956, ai krijoi fondin Soros Fund Management me një stil ekstremisht agresiv. Ky oportunizëm financiar kulmoi në vitin 1992, kur ai falimentoi Bankën e Anglisë, duke shitur në mas poundin britanik, një lëvizje që kritikët e dënojnë si një spekulim të pamëshirshëm që e dëmtoi ekonominë britanike, ndërsa mbrojtësit e shohin si një shfrytëzim legjitim të pikave të dobta të sistemit monetar. Kjo qasje e ashpër e tregut u transferua edhe në veprimtarinë e tij filantropike, që filloi në vitin 1979, ke ngjallur sërish debate mbi qëllimet e tij të vërteta. Për krahasit e tij, po në dukje se ai financoi bursa për studentët me ngjyrë në Afrikën e Jugut gjatë apartheidit dhe mbështeti rrjetet e intelektualëve disident në Europën lindore si Kartën 77 dhe lëvizjen Solidariteti, duke ndihmuar në rrëzimin e komunizmit nga brenda. Megjithatë, kritikët i shohin këtë ndërhyrje për fshir bursën që ai i dha dikur vet Viktor Orbanit si dëshmi të një strategjie afatgjat për të krijuar elita politike të varura prej tij. Pasi themeloi fondacionet për shoqëri të hapur dhe dhuroi mbi 32 miliard dollar, Soros u kthye në shënjestrën kryesore të tri burimeve të ndryshme propagande dhe kritike, dezinformimit të rus, djathës hungareze dhe lëvizjeve konservatore amerikane. Në Rusi, marrëdhëniet e tij u ndërprem përfundimisht pas revolucioneve me ngjyra në Gjeorgji dhe Ukrainë në vitet 2003-2005. Moska zyrtare dhe ideolog si Aleksandr Dugin akuzuan Sorosin se ishte dora e padukshme që financonte ndryshimin e regjimeve me qëllim erozionin e sovranitetit rus në favor të një qeverie botërore, gjë që çoi në shpalljen e fondacionit të tij si i padëshirueshëm në vitin 2015. Nga ana tjetër, mbështetësit argumentojnë se Kremlini e përdor Sorosin si një mjet propagande për të justifikuar shtypjen e shoqërisë civile lokale. Edhe në Hungari, kritikët mbrojtën vendimin e Orbanit për të dëbuar institucionet e tij, duke e parë Sorosin si një mjeshtër kukullash globalist që kërkon të diktoj politikat e brendshme, ndërsa mbrojtësit e tij insistojnë se ky imazh u fabrikua qëllimisht nga konsulentët politik Arthur Flickenstein dhe George Birnbaum për të shfrytzuar stereotipet antisemite. Në Shtetet e Bashkuara, debati rreth figurës së tij mori përmasa të ngjashme që nga vitet 90, kur ai financoi programet e reduktimit të dëmit për përdoruesit e drogës, duke nxitur akuza e para nga e djathta ekstreme se po promovonte krimin dhe shkatrimin social. Përplasja u bë plotësisht politike në vitin 2004, kur Soros investoi miliona dollar për të mposhtur George W. Bush, duke krahasuar retorikën e shtëpisë së bardhë me propagandën autoritare që kishte parë në fëmijëri. Për kritikët republikan, kjo ishte dëshmi e përpjekjes së tij për të blerë Partinë Demokratike dhe për të imponuar një agjendë radikale majtiste. Ky narrativ u përforcua në mediat konservatore si Fox News, ku ai u portretizua si organizator i hije pas krizave të ndryshme, përfshirë pandeminë COVID-19 dhe protestat e Black Lives Matter të vitit 2020, ndërsa kritikët i shohin këto lëvizje si kërcënime ndaj stabilitetit amerikan të financuara prej tij. Mbështetësit theksojnë se akuzat janë teori konspirative të pabaza që përdoren për të shmangur vëmendjen nga problemet reale sociale. Këto përplasje pasqyrojnë në thelb një riciklim të miteve të vjetra të shekullit të kaluar mbi dinastitë Rothschild dhe Rockefeller. Versioni Rothschild lindi nga suksesi një familjeje bankare hebreje që akuzoi për kontrollin e fshehtë të financave globale, ndërsa versioni Rockefeller sulmonte fondacionit industriale për kontroll të sistemit arsimor dhe mjekësor. Soros u bë pika e takimit të dy miteve. Ai është një financier i suksesshëm me origjinë hebreje si Rothschildët dhe drejton një rrjet kombëtar filantropik si Rockefellerët. Për kritikët, fakti që ai financon kauzat e tij hapur tregon shtrirje
thirrjen e rrezikshme të ndikimit të tij, ndërsa për mbështetësit kjo transparencë është prova që rrëzon çdo teori për një rend të ri botror sekret, shkruan The Insider. Edhe kur analizohet puna konkrete e fondacioneve të tij, vlerësimet mbeten shumë të ndara. Kritikët argumentojnë se grantet për OJQ dhe mediat e pavarura krijojnë një varësi ideologjike dhe promovojnë politika të majta liberale. Në të kundërt, mbështetësit sjellin si argument raporte transparente financiare dhe faktin që gjatë viteve 90 në Rusi, rreth 950 milion dollar shkuan për projekte apolitike dhe humanitare, kurse për shkencëtarët në krizë, qendra interneti universitare, blerje librash për bibliotekat dhe trajtimin e tuberkulozit në përburgje. Për mbrojtësit e tij, kjo dëshmon se veprimtaria e tij adreson krizat reale të shëndetit publik dhe arsimit e jo një agjendë të fshehtë politike. Në fund, vlerësimi nëse George Soros është një forcë pozitive apo negative, mbetet një çështje e hapur që varet plotësisht nga këndvështrimi ideologjik. Për ata që besojnë te globalizmi, liberalizmi dhe shoqëritë pa kufi, ai mbetet një kampion i lirisë dhe progresit shoqëror. Për ata që mbrojnë sovranitetin kombëtar, konservatorizmin dhe mbrojtjen e vlerave tradicionale, ndikimi i tij i madh financiar në politikën botërore konsiderohet një kërcënim legjitim dhe i rrezikshëm për stabilitetin e shteteve.